Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Në pritje të ëmbël, moderatorja e njohur shqiptare aksidentohet rënd. Në mesin e shtatzanisë së dytë, moderatores së njohur shqiptare Ardiana Lekaj u desh të kalonte një përvojë shumë të hidhur. Sipërmarrësja është përfshirë në një aksident në autostradë dhe këtë lajm të keq ajo ja komunikoi ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Dikush më goditi nga pas në autostradë, ka marrë një goditje të madhe, tha ajo duke përshkruar incidentin ku u përfshin 3 makina. Mezi arrita të frenoja, por njerëzit pas meje nuk mundën. Thot ajo. Rajet e zemrës së foshnjës nuk ishin aq të mira në fillim, ndoshta për shkak të stresit dhe shokut. Kam pasur edhe shumë kontraksione duke qenë se jam në javën e 36. Isha shumë e tronditur dhe kam qarë shumë, thot bukuroshja e cila jeton në Zvicër.